Pogradeci arriti një fitore të rëndësishme 3-1 ndaj Korabit në ndeshjen ku liqenorët ishin skuadra që diktoi lojën dhe mbajti kontrollin në pjesën më të madhe të takimit. Që në minutat e para, Pogradeci u shfaq më këmbgulës duke kërkuar vazhdimisht avantazhin dhe duke ushtruar presion në zonën kundërshtare. Avantazhi erdhi në minutën e 27 me golat e Grecës, i cili i dha qetësi skuadrës dhe i lejoi liqenorëve të administronin më mirë lojën deri në fund të pjesës së parë. Pogradeci ruajti balancat në fushë duke mos i dhënë shumë hapësira Korabit dhe duke e përsin deri në pushim. Në fraksionin e dytë, edhe pse Korabi arriti të barazojë me Markun, reagimi Pogradecit ishte i menjëhershëm. Liqenorët u rikthye në sulm duke mos u mjaftuar me një pikë dhe duke treguar vendosmëri për të marrë të treja. Kjo këmbgulje u shpërblye me golin e Pius, që riktheu avantazhin ndërsa më pas Lesaj vullosi përfundimisht fitoren 3-1. Në fund, Pogradeci doli nga fusha me 3 pikë të plota, duke konfirmuar rolin e tij si skuadër që di të reagojë dhe të menaxhojë momentet e vështira gjatë ndeshjes. Liqenorët treguan karakter dhe organizim duke mbyllur takimin me avantazh të merituar.